Gjyshja nga Vlora, e cila denoncoi nipin e saj se i kishte vjedhur gjithçka duke e lënë edhe pa ngrënë, pas apelit në News 24, i janë dhuruar parat, celulari dhe 5 pulat e grabitura. 80 vjeçaria Hafize Bakia, e cila jeton e vetme, falenderon të gjithata që ju gjendën pranë me shpresën se historia nuk do të përsëritet. Ja ku janë pulat, ushqime, urdhove dhe celularin, edhe ai djali të ka sjell për të zvendësuar edhe lekët që të ka marrë. Keqe nëna Meli në karamelet, keqe nëna. Lekët në kushi jesu. Lekët është një djalë që quhet Gerti. Faleminderit, keqe nëna, po nase po i nxjerr. Jo, futi i ka taksur për ty janë. Ta imagjinosh që një gjysh e ka rritur 10 fëmijë, e tani 10 fëmijë nuk marrin dot një plan. Është pak e rëndë. Është një rast që më vërtet është shumë i prekshëm. Gjyshja vlonjate që tronditi mbar opinionin me historinë e saj, thot se pas denoncimit që bëri në News 24, ka marrë kërcënime nga familjarët dhe nipi. Ky i fundit rezulton person jo pak i njohur për historinë e tij. Pak kohë më para i bëri publike në emisionin me zemër të hapur homoseksualitetin e tij. Ka fshirë, s'ka, të dollati s'ka jo telefon. Tani. Familjarët e 80 vjeçares fillimisht nuk kanë lejuar hyrje në banesë të atyre që erdhën për ndihmë, ndërkohë që nipi i akuzuar si autori vjedhjes e mbylli në dhomë të moshuarën, ku desh ndërhyrja e inspektorit të zonës që të normalizojë situata. Kur erdha më shanë më të lëndisën më s'fola, unë erdha raspos. Erdha raspos, nuk fola, keqe nëna, që do bëjnë? Që do bëjnë? Se lëndisa. Nuk duronja me dot. Ajo tregon madje se nipi kishte tentuar ta shtynte edhe nga shkallët. U dëmtove, u vrave? Nuk u vrave, se u ula. Pa mos isha ullu do kisha kërcyer për poshtë. I lutem mos ta kërcënoj. S'do ketë shqetësi fare. Nuk mos ta ofendoj, sepse nëna është e shenjtë. Ndihmat për të kanë qenë të shumta, jo vetëm ato që të moshuarës ju vodhën nga nipi, por edhe një pension mujor i mundësuar nga një biznesmen i zonës.